Atëherë, kur flasim për biznes, flasim për probleme. Çdo biznes është një problem solver, zgjidh një problem. Biznesi ka dy lloje problemesh. Probleme që janë me të tretët, me klientët, me furnitorët e tjerë, ka dhe nga brenda. Tani, biznes në strukturë, nga brenda biznesit, komunikim me stafin, kam staf, s'kam staf, etj. Kam shitje, s'kam shitje. Unë këtu kam 54 probleme që biznesi ka. Kam 54 sinjale nga klientët, të cilët ja japin biznesit nëpërmjet mënyrave të tyre, dhe për çdo sinjal që biznesi ka, këtu ke të përgjigjen se si ti përgjigjesh. Mirë që ta kuptosh çfarë po thot klienti, por edhe çfarë ti thosh. Mirë që çfarë ti thosh, po dhe si të reagosh kundrejt sinjalit që dha klienti. Unë në për trajnime bëj këtë lojën, edhe është një lojë shumë e bukur, është lojë me letra, poker. A luni poker? I pëlqen pokeri? Ja. Përgjithsisht pronarët e biznesit luajnë shumë poker për qef, Okej, se mbase është çike rënd kjo që thash, po për kënaqësi, domethënë, jo për piços, Edhe pokeri ka ca ligje shumë të bukura. Një ndër ligjet e pokerit është all-in, shumë rreziko. Edhe më pëlqej shumë kjo all-in. Këto letra bixhozi, letra pokeri, qynë se doni, këto kanë 54 sinjale dhe imagjino si do jetë kjo për biznesin tënd. Për shembull, ti imagjino që ke një biznes që shet 10.000 euro produkt. 12.000 euro produkt. Mund të jesh një biznes shërbimesh, për shembull ke një shërbim që shet, ngedi, ke një arkitekt ose merresh me trajnime, edhe ke 10.000 euro produkt. Okej? Ke 5.000 euro produkt, pra një klient blen tek ty duhet të ketë 10.000 euro, 12.000 euro që të vi tek ty. Okej? Në gjuhën teknike, këto quhen klient high ticket. Pra ti ke një biznes elitar. Është një biznes që jo çdo kush mund ta përballojë. Jo çdo kush me çdo lloj të ardhure mund ta përballojë këtë lloj produkti që ti ke. Pse? Sepse është një produkt high class. Për shembull, nëse ti je një biznes që ofron 10.000 euro apo 12.000 euro produkt, ti nuk i shërben dot gjithëve. Një klient, një individi i cili ka të ardhura 1.000 euro në muaj, ose 500 euro në muaj, ose 300 euro në muaj, nuk është besoj klient për ty. Mund të jetë, nuk e di, por në logjikën time është një klient që duhet të jetë high class, duhet të jetë high ticket. High ticket. High ticket është çmim i shtrenjtë. Edhe tani unë të ty pronari i biznesit, unë të sfidoj. Nëse unë bëj këtë lojën e pokerit, edhe e bëj me stafin tënd, me atë shitsin tënd më të mirë, edhe bëjmë këtë lloj rolesh. 54 sinjale që vijnë nga klienti dhe si ti përgjigjesh, edhe çfarë ti thuash në kohën e duhur, në tonalitetin e duhur, atij klientit të duhur. Cili do ishte përfitimi jot? Tash se shumë fjalë të mëdha. Jo, flasim me numër. Gjuha e biznesit ka numra. Cili është përfitimi jot? Nëse unë bëj këtë me stafin tënd, me atë, vetëm me një staf, me një më të mirin tënd që bëj. Edhe nëse e bëj këtë 54 sinjale, edhe bashkë bëjmë një program shumë të fortë, që unë quhet high ticket sales, edhe sa do të rritet shitja ty? Ke bërë një plan? Të sfidoj klientin tënd, të sfidoj shitsin tënd më të mirë, do bëjmë bashkë një program trajnimi, bashkë, vetëm këto letrat, asgjë më tepër, vetëm këto letrat, dhe në mbas trajnimit, ti do më thuash mua rezultatin tënd. Nëse kjo sfidë të pëlqen, unë jam i gatshëm ta përballoj sfidën me ty. Okej? Nëse ty të pëlqejnë sfidat, edhe nëse ty të pëlqejnë ajo kurioziteti, nëse je kurioz ta dish, apo të pëlqejnë challenge, sfidat e tua, atëherë unë të sfidoj edhe të shkruaj në numrin e WhatsApp, që është më poshtë, edhe diskutojmë një problemin e biznesit tënd, dhe pastaj mund të shohim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë. Mund të bësh trajnim me mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seancë në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot,
cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqejnë sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp edhe neve bashkë do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.